Autoritetet britanike kanë bërë të ditur se Ellis Anim Anor, 28 vjeç me banim në Belgravia Gardens, Bromley, është akuzuar për vrasjen e Lori Kabazit dhe pritet të dalë para gjykatës së magjistratëve në Bromley, i përballur me akuzën e rënë të mordër. Hetimet kanë çuar deri në 10 arrestime në total. 2 gra 25 vjeçare dhe një burr 28 vjeçar u arrestuan fillimisht të dielën, të dyshuara për vrasje. Burri është tashmë i akuzuar, ndërsa të dyja gratë janë liruar me kusht. Njëra prej tyre është arrestuar sërish të mërkuren e dyshuar për pengim të drejtësisë dhe është lënë përsëri në masën e lirimit me kusht në pritje të hetimeve të mëtejshme. 2 burra 21 vjeçar dhe 2 gratë moshës 21 dhe 22 vjeç u arrestuan po të dielën të dyshuar për grindje të dhunshme. 2 gratë dhe njëri prej burrave janë liruar me kusht, ndërsa burri i dytë, i cili kishte pësuar lëndime kërcënuese për jetën, pas daljes nga spitali, është shoqëruar në polici dhe është liruar edhe ai me kusht. Të mërkurën, një grua 21 vjeçare, u arrestua gjithashtu e dyshuar për pengim të drejtësisë dhe është liruar me kusht. Të njëjtën, 2 gra të tjera, të dyja 22 vjeçare, janë arrestuar për grindje të dhunshme dhe aktualisht mbahen në paraburgim. Në një deklaratë prekëse, familja Lori Kabazit ka thënë: "Ne, prindërit e tij, vëllai, e dashura, gjyshërit dhe familja e zgjeruar, e donim shumë, një dritë të shuar në jetën tona dhe jemi të shkatëruar përtej çdo fjale nga humbja e tij." Policia u bën thirrje të gjithë personave që mund të kenë informacion, pamje nga CCTV apo kamerave të makinave, t'i dërgojnë ato përmes Major Incident Public Portal. Informacioni mund të jepet edhe në mënyrë anonime përmes Crime Stoppers në numrin 0800 555 111. Këto ishin detajet e fundit të publikuar nga autoritetet britanike dhe nga mediat në Britani për sa i përket ngjarjes së trisht, humbjes së jetës në mënyrë tragjike të 22 vjeçarit Lori Kabazi, një ngjarje që ka tronditur opinionin publik, diasporën shqiptare, shqiptarët e Shqipërisë, por jo vetëm, edhe britaniket. Për sa i përket kësaj ngjarje, besoj të gjithë jemi të ndërgjegjësuar tashmë për shkallën e rrezikut dhe për masat mbrojtëse që duhet të marrim në raste të tilla, dhe hapi më i zgjuar për çdo kënd është që të kontaktojmë menjëherë policinë për çdo rast të rreziku, pasi heshtja nuk na mbron. Shpresoj shumë pra që rasti i këtij djalit mos mbetet thjesht një lajm që e harrojmë pas disa ditësh. Ju ftoj të gjithë të shkruani në komente, të tregoni si ndiheni ju për sigurinë këtu në Angli dhe çfarë do doni të ndryshonte. Dhe për më shumë lajme apo informacione të tjera që afektojnë komunitetin ton kudo, ju ftoj të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube Diaspora Reality Show by Linda.